Institucioni i prefektit në mbrojtje të ligjshmërisë debat me Bashkinë e Vlorës për Vlora Invest. Një debat institucional është ndezur mes Bashkisë Vlorë dhe prefektit të Qarkut lidhur me vendimin për krijimin e shoqërisë Vlora Invest SHPK, por në thelb të tij qëndron roli i prefektit si garant i ligjshmërisë. Sipas dokumenteve zyrtare, prefekti ka vlerësuar se vendimi i Këshillit Bashkiak për krijimin e kësaj shoqërie është një akt administrativ individual dhe përjedhoi nuk i nënshtrohet kontrollit të ligjshmërisë nga institucioni i tij. Ky interpretim mbështetet në kuadrin ligjor në fuqi dhe në ndarjen e qartë të kompetencave mes pushtetit vendor dhe atij qendror. Nga ana tjetër, Bashkia Vlorë kërkon një qendrim zyrtar për vijimin e procedurave duke argumentuar se vendimi ka natyrë më të gjerë normative. Megjithatë, ekspertë fushës theksojnë se qendrimi i prefektit synon të shmangë te kalimin e kompetencave dhe të ruajë balancën institucionale, duke respektuar parimin e autonomisë vendore. Prefekti në këtë rast paraqitet si një filtër ligjor që garanton që çdo vendim të trajtohet sipas natyrës së tij juridike dhe jo sipas interesave administrative të momentit. Kjo qasje synon të parandalojë precedent që mund të krijojnë paqartësi në zbatimin e ligjit dhe në funksionimin e institucioneve. Debati për Vlora Invest nxjerr në pa nevojën për një interpretim të unifikuar të ligjit dhe për një bashkëpunim më të qartë mes institucioneve, por njëkohësisht rikujton rëndësinë e rolit të prefektit si garant i zbatimit korrekt të ligjit në nivel vendor.